fazën kur po jetojmë, doktoresh Ulpiana, aparatet fikse dhe këto intervenime, po bëhen më shumë edhe për estetik, apo jemi edhe i kushtojmë rëndësi edhe kësaj pjesës shëndetësore? Zakonisht shumica e pacientat e vrejnë pjesën estetike, të të vinë për estetik, dërsa ato problematika tjera funksionale i vrejnë mjekun. Shumicën e herëve arsyeja kryesore që i sjell te ortodonti është pjesa estetike. Në popull tani në kush që kemi shumë shprehi, bebet i qojmë shpesh ndoshta te ortopedit, te oftalmologu, po jo edhe të pakten jo një shprehi shumë e shprehun. Çfarë ju kishte thonë prindërve? Qyshe ka më herë që kontrolla e parë ortodontike rreth moshës 7 vjeçare që të vedisun që dhe nëse nuk e udhëzon një stomatolog i përgjithshëm të kërkojnë vetëm rreth moshës 7 vjeçare që të vizitohen nga një mjek specialist ortodont që ti diagnostifikon të gjitha këto problematika të cilat i biseduam deri më tani që edhe eventualisht ti edhe trajtimet e mëvonshme ose edhe t'i eliminojnë fare trajtimet e ardhshme ortodontike.